Një dialog mes të shkuarës të tashmes dhe të ardhmes synonte të krijonte ekspozita Kujtesa e kohës, e hapur pas ditën e së njëjtës në ambientet e Muzeut Etnografik Durrës. Rreth 30 piktorë të vegjël kishin shprehur në telajo përmes ngjyrave, formave dhe imagjinatës botën që i rrethon, monumentet historike të qytetit, natyrat e qeta dhe peizazhet. Një miksim mes realitetit dhe imagjinatës që premton shumë për këtë artist të vegjël. Kujtesa e kohës është një ekspozitë që bashkon 30 të rinj të qytetit. Tematikat janë të ndryshme, ato kanë sjell momente të së kaluarës, së tashmes dhe të ardhmes, duke personifikuar diçka që një objekt apo një monument kulture që përmbën një histori të caktuar. Kalendari i Muzeut Etnografik është shumë i gjerë për muajt qershor, korrik dhe gusht, dhe ky është një nga aktivitetet e rëndësishme që kjo qendër kulturore ka. Rreth një muaj nga hapja e tij, Muzeu Etnografik Durrës është kthyer në një destinacion të rëndësishëm, jo vetëm për turistët e huaj që duan të njohin më nga afër kulturën materiale të Durrësit në 2 shekujt e fundit, por dhe për artistët e qytetit, pasi sezoni veror është i mbushur me aktivitete kulturore të programuara për t'u mbajtur aty.